Në një natë të erët vjeshte, brenda një burgu të ashpër në Teksas, rojet u përballën me diçka që nuk e kishin parë kurrë më parë. Një burr ishte gati të përballej me fundin e jetës së tij, por ai nuk ishte vetëm. Në qelinë e ftohtë, pranë tij qëndronte një figurë e qetë, e veshur me një tunikë të bardhë. Askush nuk e kishte parë të hynte. Askush nuk dinte kush ishte. Por ajo që ndodhi atë natë ndryshoi gjithçka për gjithmonë. Për ta kuptuar atë moment, duhet të kthehemi pas në kohë, shumë vite më parë, për të njohur historinë e Mikel Sanchezit, një burr që u dënua nga drejtësia njerëzore, por shpirti i tij kurrë nuk pushoi së thirruri për të vërtetën. Mikeli lindi në një fshat të vogël pranë Monterreyt në Meksik. Familja e tij kaloi kufirin kur ai ishte ende fëmijë, duke kërkuar atë që kërkojnë miliona njerëz, një jetë më të mirë, një të ardhme me shpresë. Ata u vendosën në një lagje të varfër në Houston, ku shtëpit ishin të vogla, rrugët të pluhurosura dhe ëndrat dukeshin gjithmonë larg. Nëna e tij, Maria Sanchezi, ishte një grua me besim të palëkundur. Çdo mëngjes, para se dielli të ngrihej plotësisht, ajo ndiste një qiri përpara një figure të vogël të Krishtit që kishte sjell nga vendlindja. Ishte e thjeshtë, e gdhendur në dru, me ngjyra të zbehura nga koha. Por për Marian, ajo ishte më shumë se një objekt. Ishte prova se Zoti nuk i kishte braktisur, as edhe në një tokë të huaj. Ajo e thërriste Mikelin të ulej pranë saj dhe t'i bashkohej lutjes. Kur gjithçka duket e humbur, i thoshte ajo me zë të butë, kur mendon se askush nuk të dëgjon, fol me Jezusin. Ai është gjithmonë aty, edhe kur nuk e sheh. Fëmia e dëgjonte, pa e kuptuar plotësisht peshën e fjalëve, por i përsëriste lutjet me pafajësinë e dikujt që ende nuk e njihte dhimbjen e botës. Pas çdo lutjeje, Maria e përqafonte dhe i përshpëriste se Zoti kishte një plan të mirë për jetën e tij. Por jeta në atë lagje nuk e bënte të lehtë ruajtjen e besimit. Babai i Mikelit, Roberti, punonte çdo ditë në ndërtim, duke u kthyer në shtëpi i raskapitur, me duar të çara dhe shpinë të përkulur. Paga mezi mjaftonte për qiran dhe ushimin. Maria pastronte shtëpi në lagjet e pasura, duke parë nga afër një jetë që dukej e paarritshme. Kur Mikeli ishte ende adoleshent, ndodhi tragjedia. Babai i tij humbi jetën në një aksident pune. Një çast i vetëm ndryshoi gjithçka. Dëmshpërblimi ishte i vogël dhe Maria u detyrua të punonte edhe më shumë për të mbajtur familjen. Ishte atëherë që Mikeli filloi të ndryshonte. Rrugët e lagjes i ofronin atë që shtëpia nuk mundej, para të shpejta, respekt të rrem, ndjesinë e përkatësisë. Grupa të rinj qëndronin në çdo cep, me veshje të njëjta, me kode dhe një siguri që Mikeli e kishte zili. Ai u afrua gjithnjë e më shumë me ta, duke lënë pas lutjet e fëmijërisë. Maria e lutej çdo natë të largohej nga ajo rrugë. Ktheu te Zoti, i thoshte ajo me lot në sy. Por ai i përgjigjej me zemërim se besimi nuk paguante faturat. Vitet kaluan dhe Mikeli u arrestua disa herë për vepra të vogla. Çdo herë premtonte se do të ndryshonte. Çdo herë kthehej te të njëjtat rrugë. Derisa erdhi nata që do të vuloste fatin e tij. I shtyr nga nevoja dhe presioni, Mikeli pranoi të merrte pjesë në një grabitje që supozohej të ishte e thjeshtë. Por asgjë nuk shkoi sipas planit. Një polic hyri papritur dhe në kaos u qellua një armë. Oficeri ra në tokë. Mikeli nuk qelloi, por ishte aty. Dhe kjo mjaftoi. 2 ditë më vonë, ai u arrestua. Të tjerët u zhdukën. Ai mbeti vetëm. U akuzua për vrasje dhe u dërgua në gjyq pa mjete, me një mbrojtje të dobët. Prokuroria ndërtoi një histori të fuqishme. Dëshmit ishin të paqarta, por të mjaftueshme për jurinë. Kur u shpall vendimi, Maria u rrëzua në sallë. Mikeli mbylli sytë. Dënimi ishte maksimal. Vdekje. Në burgun e sigurisë së lartë, ditët kalonin ngadalë. Qelia ishte e vogël. Heshtja e rëndë. Netët të mbushura me ankth dhe faj. Maria e vizitonte çdo javë, gjithmonë me figurën e vogël të Krishtit në dorë. Mos e humb besimin, i thoshte ajo. Jezusi e di të vërtetën. Fillimisht, Mikeli refuzonte të lutej. Zemra e tij ishte e mbyllur. Derisa një prift i moshuar, atë Tomasi, filloi ta vizitonte rregullisht. Ai nuk predikonte. Ai dëgjonte. Fliste për jetën, për kujtimet, për shpresën. Një ditë, Mikeli shpërtheu dhe tha se ishte i pafajshëm. Prifti e dëgjoi me qetësi dhe pastaj tha, Zoti e njeh zemrën tënde.
Edhe nëse bota gabon, ai e di të vërtetën. Këto fjalë filluan ta shëronin nga brenda. Një natë, pas shumë vitesh, Mikeli u ul në gjunjë dhe u lut. Nuk kërkoi shpëtim për veten. Kërkoi paqe për nënën e tij dhe që e vërteta të njihej. Nga ajo ditë, diçka ndryshoi. Ai filloi të lutej çdo natë. Zemra e tij u qetësua. Frika u zbut. Një natë vere, ai pa një ëndër që nuk ishte si të tjerat. Një fushë e ndriçuar, një burr me tunikë të bardhë që ecte drejt tij. Zëri i tij ishte i butë dhe i fortë njëkohësisht. Mos ki frikë, i tha. Unë jam me ty deri në fund. Kur Mikeli u zgjua, lotët i rrivnin në fytyrë. Për herë të parë pas shumë vitesh, ai ndjeu paqe të vërtetë. Dhe atë natë, shumë kohë më vonë, në qelinë e tij, ai nuk ishte vetëm. Zemra e tij rrite fort, e mbushur me një forcë që nuk e kishte ndier kurrë më parë. Ai ishte vetëm në qelinë e tij, i rrethuar nga muret e ftohta dhe hekurat e vjetër, por ndjesia e asaj dore mbi supin e tij vazhdonte të ishte aq reale sa vetë burgu. Ishte një ndjesi që nuk zbehej, një prani që nuk largohej. Në mëngjesin pasues, ai ja tregoi ëndrrën priftit. Prifti e dëgjoi me vëmendje të thellë, pa e ndërprer, duke tundur lehtë kokën. Pas një heshtjeje të gjatë, ai foli me një zë të qetë dhe të ngrohtë. Tha se kishte momente kur Zoti fliste në mënyra të jashtëzakonshme, herë përmes ëndrave e herë përmes vizioneve. Nuk mund të thoshte me siguri nëse ajo që kishte përjetuar ishte një shenjë hyjnore, por nëse zemra e tij e mbante mend, atëherë nuk duhej ta harronte kurrë. E vërteta, tha ai, gjithmonë del në dritë. Ai i ruajti këto fjalë në vendin më të thellë të shpirtit. Në ditët e errëta, kur dëshpërimi kërcënonte të kthehej, ai mbyllte sytë dhe e sillte në mendje atë zë të qetë. E vërteta gjithmonë del në dritë. Kjo u bë forca e tij, speranca që e mbante të qëndrueshëm. Ditët që pasuan kaluan mes rutinës së rëndë dhe një pritjeje të heshtur. Ai e dinte se koha e tij ishte drejt fundit. Çdo përpjekje ligjore kishte dështuar. Nuk kishte më rrugdalje njerëzore, vetëm pritje. Nëna e tij, Maria, vazhdonte ta vizitonte me një besnikëri të palëkundur. Flokët e saj ishin zbardhur plotësisht, duart i dridheshin lehtë, por besimi i saj mbetej i fortë. Ajo i thoshte gjithmonë se Zoti do të bënte një mrekulli. Ai nuk debatonte më. Ja shtrëngonte duart përmes xhamit dhe lutej me të. Edhe nëse mrekullit nuk vinin siç priteshin, dashuria e saj ishte tashmë një mrekulli. Pastaj erdhi dita kur gjithçka u bë reale. Drejtori i burgut, një burr i rënd me fytyrë të lodhur nga vitet e shërbimit, hyri në qelinë e tij i shoqëruar nga roje. Në duar mbante një zarf që dukej më i rënd se çdo zinxhir. Me një zë zyrtar, por të shqetësuar, i komunikoi vendimin përfundimtar. Ai e dëgjoi në heshtje, me ruzaren mes gishtërinjve. Ngriti syt ngadalë dhe tha se e kuptonte. Kur dera u mbyll pas tyre, zhurma metalike tingëlloi ndryshe. Më përfundimtare. Ai e dinte se ditët e mbetura ishin të pakta. Mendimi i fundit nuk ishte për veten, por për nënën. Atë natë nuk fjeti, qëndroi zgjuar duke dëgjuar zhurmat e burgut dhe mendimet e tij që përplaseshin pa pushim. Kujtoi fëmijërinë, kuzhinën e ngrohtë, zërin e babait, momentet e pafajshme. U lut në heshtje, jo për shpëtim, por që e vërteta të njihej. Në mëngjes erdhi prifti, atë Gjoni. Ai hyri me Bibël dhe ruzare në duar, me sytë e mbushur me trishtim. U përqafuan gjatë, pa fjalë. U ulën së bashku dhe lexuan një pjesë nga shkrimet e shenjta, historinë e birit që ishte larguar dhe ishte kthyer. Ai tha se ndihej si ai bir, por pa mundësinë e kthimit fizik. Prifti ju përgjigj se kthimi ndodh edhe në zemër dhe se pendesa e tij ishte e vërtetë. Ata u lutën gjatë. Ai rrëfeu gabimet, dhimbjen që kishte shkaktuar, jetët që kishte prekur pa dashje. Kur prifti i dha faljen, ai ndjeu një lehtësi të thellë, sikur një barë e rënd ishte larguar. Kur prifti u largua, ai nuk u ndje më vetëm. Më pas erdhi nëna e tij. Kur e pa, zemra i u shtrëngua. Ajo dukej më e vogël, më e brisht, por sytë i shkëlqenin ende. Vendosën duart mbi xham, duke i përputhur njëra me tjetrën. Ajo qau, dhe ai e qetësoi duke i thënë se ishte në paqe. Ajo nxori nga çanta një figurë të vogël prej druri, një figurë të Krishtit, trashëgimi familjare. Ja dha që të mos ishte vetëm. Ai e mori me respekt të thellë. E vendosi pranë vetes dhe për çdo moment që pasoi, ajo figurë ishte një shoqëri e heshtur.
Kur drejtori e pyeti për dëshirën e fundit, ai nuk kërkoi ushqim apo gjëra toksore. Kërkoi vetëm ta mbante atë figurë me vete deri në fund. Sepse në fund nuk ishte frika ajo që mbizotëronte. Ishte paqja. Dhe besimi se, pavarësisht gjithçkaje, e vërteta gjithmonë del në dritë. I dënuari refuzoi vaktin e tij të fundit. Drejtori i burgut e pa me dyshim dhe i dha edhe një mundësi të fundit. E pyeti nëse ishte i sigurt, duke i kujtuar se ishte e drejta e tij të kërkonte çfarë të donte. I riu e shikoi drejt në sy dhe u përgjigj me qetësi se ishte plotësisht i sigurt. Ushqimi, tha ai, ushqen trupin, por trupi i tij nuk kishte më rëndësi. Ajo që kishte nevojë për ushqim ishte shpirti i tij. Në zërin e tij kishte një qetësi që sfidonte çdo logjik njerëzore. Pas një çasti hezitimi, drejtori pranoi dhe i lejoi të mbante figurën prej druri. Kur u largua, qelia mbeti sërish në heshtje. Dielli po perëndonte dhe rrezet e fundit hynin nga dritarja e vogël, duke krijuar hije të gjata në muret e ftohta. Ai u gjunjëzua mbi dy shemen prej betoni, vendosi figurën përpara vetes dhe filloi të lutej. Fjalët e lutjes rridhnin tani me lehtësi, si një lumë që më në fund kishte gjetur rrugën e tij pas vitesh bllokimi. Ai u lut me ruzare, me fjalë të mësuara që në fëmijëri, dhe më pas foli me Zotin si me një mik të vjetër. Ai pranoi se kishte frikë. Jo frikë nga vdekja, por frikë se e vërteta do të mbetej e varrosur për gjithmonë. Frikë se nëna e tij do të jetonte gjithë jetën duke menduar se djali i saj ishte fajtor. Frikë se drejtësia e vërtetë nuk do të vijej kurrë në vend. Megjithatë, brenda kësaj frike kishte edhe paqe. Një paqe e pashpjegueshme, që i thoshte se nuk ishte vetëm. Nata ra mbi burg si një peshë e rëndë. Dritat artificiale të korridorit ndriçonin pa pushim. Ai nuk flinte. Çdo minutë ishte i çmuar. Zërat e rojeve dëgjoheshin në korridor gjatë patrullave të natës. Njëri prej tyre ndaloi përpara qelisë dhe e pyeti nëse ishte mirë. Ai falënderoi dhe tha se nuk kishte nevojë për asgjë, vetëm për lutje. Roja u largua me respekt. Ai shtrëngoi figurën në duar dhe mbylli sytë. U lut me fjalë të thjeshta, duke pranuar se ndihej i humbur, se ishte në prag të vdekjes për diçka që nuk e kishte bërë. Por edhe nëse askush nuk do ta mësonte kurrë të vërtetën, Zoti e dinte dhe kjo duhej të mjaftonte. Orët kaluan mes lutjes, heshtjes dhe lotëve. Deri në një moment të veçantë, kur ndiu një prani ndryshe nga çdo gjë që kishte përjetuar më parë. Ai hapi syt ngadalë. Qelia ishte e njëjtë, por në një cep të saj qëndronte një figurë. Një burr i veshur me rrobë të bardhë, me flokë të errët që i binin mbi supe dhe me sy plot dhe mshuri. Ai nuk mundi të lëvizte, as të fliste. Burri i foli me një zë të butë, duke i thënë të mos kishte frikë dhe se nuk ishte vetëm. Lotët i rridhnin pa pushim. Ai e dinte kush ishte ai. Burri ju afrua dhe i vendosi dorën mbi supë, ashtu si në ëndrrën e tij të mëparshme. Prekja ishte e ngrohtë dhe reale. Me atë prekje, ai ndjeu një paqe absolute. Burri i tha të pushonte, sepse ajo që do të vinte kërkonte forcë. Ai u shtri, duke mbajtur figurën pranë gjoksit dhe ra në një gjumë të thellë e të qetë. Ndërkohë, jashtë qelisë, diçka e jashtëzakonshme po ndodhte. Një roje nate, gjatë patrullës së zakonshme, vuri re një dritë të pazakontë që vinte nga brenda qelisë. Nuk ishte reflektim. Drita vazhdonte të shkëlqente. Ai u afrua dhe pa që figura prej druri mbi gjoksin e të dënuarit po lëshonte një ndriçim të butë dhe të ardhë. I tronditur, ai thiri për forcime. Shpejt u mblodhen roje të tjera dhe të gjithë pan të njëjtën gjë. Një dritë që nuk kishte shpjegim. Drejtori u thirr urgjentisht dhe mbeti pa fjalë. Prifti u soll menjëherë në burg. Kur pa dritën, u gjunjëzua dhe tha se kjo ishte një shenjë. Ndërsa qelia mbetej e mbyllur, lajmi u përhap shpejt. Rojet u mblodhen, disa duke u lutur, disa duke parë në heshtje. Askush nuk dinte çfarë të bënte. Në atë atmosferë të rëndë, një roje e vjetër mbërriti për turnin e tij. I njohur për ashpërsinë dhe mungesën e ndjenjave, ai u afrua me dyshim. Kur pa dritën, diçka ndryshoi tek ai. Fytyra e tij u thye. Frymëmarrja i u çrregullua. Trupi ju drodh dhe ai ra në gjunjë në mes të korridorit. Me zë të lartë dhe mes lotëve, ai pranoi se kishte gënjur, pranoi se i dënuari ishte i pafajshëm. Se kishte qenë i paguar për të dëshmuar rrem. Se e vërteta ishte fshehur për vite me radhë.
Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Drejtori u trondi. Gjithçka po ndryshonte. E vërteta, më në fund, po dilte në dritë. Drejtori u tërhoq disa hapa prapa, i tronditur. Disa roje u pan mes tyre, të pa fjalë, të path për të kuptuar atë që po ndodhte para syve të tyre. Prifti mbylli syt dhe filloi të përshpëriste lutje falënderimi, me duart që i dridheshin lehtë. Për vite të tëra, gënjeshtra kishte rënduar mbi ndërgjigjen e rojes që tani fliste me zë të thyer nga lotët. Ai kishte jetuar për vite duke parë fytyrën e nënës së të burgosurit çdo javë, duke ditur se një njeri i pafajshëm po dënohej për shkak të tij. Frika e kishte mbajtur të heshtur, frika nga burgu, frika nga humbja e gjithçkaje, frika nga hakmarrja. Ai ngriti syt nga qelia ku i dënuari flinte. Zëri i tij u ul në një pëshpëritje. Ajo dritë, tha ai, po i tregonte gjithçka. Çdo gënjeshtër, çdo natë pa gjumë, çdo herë që kalonte pranë qelisë duke bërë sikur njeriu brenda nuk ekzistonte. Askush nuk mund të jetojë përgjithmonë me një barë të tillë. Drejtori reagoi menjëherë. Nxori radion me duar që i dridheshin dhe urdhëroi që të njoftoheshin autoritetet dhe avokati mbrojtës. Kjo ishte një rrëfim zyrtar. Rojet filluan të regjistronin gjithçka me telefonat e tyre. Nuk kishte më mënyrë për ta fshehur të vërtetën. Rrëfimi ishte i qartë dhe i pakthyeshëm. Prifti ju afrua rojes, i cili kishte rënë në gjunjë, i thyer nga pesha e fajit. Me zë të butë, i tha se kishte bërë një gabim të tmerrshëm, por duke thënë të vërtetën kishte hedhur hapin e parë drejt shëlbimit. Rojes i mbushën syt me dëshpërim dhe pyeti nëse Zoti mund ta falte. Prifti ju përgjigj se Zoti mund të falë gjithçka, por ajo që mbetet në errësirë nuk shërohet kurrë. E vërteta, kur del në dritë, sjell shpresë. Në atë moment, i dënuari u zgjua. Zhurma në korridor e kishte nxjerrë nga gjumi i thellë. Ai u ul në shtrat, ende duke mbajtur figurën prej druri në gjoks. Drita ishte zbehur, por një shkëlqim i lehtë ende ishte i pranishëm. I hutuar, ai ju afrua hekurave dhe pa turmën e rojave, priftin, drejtorin dhe rojen në gjunjë duke qarë. Ai pyeti çfarë po ndodhte. Rojes ju kryqëzuan syt me të tij dhe, me zë të thyer, kërkoi falje. Pranoi se kishte gënjur. Ai njeri nuk kishte vrarë askën. Fajin e kishte dikush tjetër dhe ai ishte paguar për të heshtur. Fjalët ranë si rrufe. I dënuari mbeti i ngrirë. Vite të tëra duke shpallur pafajësinë e tij, vite që askush nuk e kishte besuar. Dhe tani, kur gjithçka duke e humbur, e vërteta më në fund kishte dalë në dritë. Drejtori ju afrua qelisë dhe njoftoi se ekzekutimi ishte pezulluar. Një hetim i plot do të fillonte menjëherë. I dënuari u mbështet te hekurat me këmbë që i dridheshin. Prifti qau nga gëzimi dhe i tha se lutjet e tij dhe të nënës së tij ishin dëgjuar. Ai shikoi figurën në duar. Nuk shkëlqente më, por kjo nuk kishte më rëndësi. Mrekullia e vërtet kishte ndodhur, e vërteta ishte zbuluar. Në orët që pasuan, burgu u kthye në një kaos të kontrolluar. Prokuroria mbërriti dhe mori në pyetje të gjithë të përfshirët. Hetimet zbuluan korrupsion, prova të fabrikuara dhe një padrejtësi të madhe. Çështja u shemb plotësisht. Nuk kishte më dyshim, njeriu ishte i pafajshëm. Kur doli nga burgu si njeri i lirë, nëna e tij po e priste jashtë. Ishte plakur, por fytyra e saj shkëlqente me një gëzim që nuk e kishte njohur prej vitesh. Ata u përqafuan dhe qanë së bashku, për vitet e humbura, për dhimbjen, por edhe për shpresën dhe mirënjohjen. Ajo i përshpëriti se kishte besuar gjithmonë se Zoti nuk do ta braktiste. Ai i tregoi figurën prej druri, të vjetër dhe të thjeshtë. Ajo nuk kishte më dritë, por ishte bërë simboli së vërtetës, i drejtësisë dhe i besimit. Nëna e mori me respekt, e puthi dhe ja ktheu në duar, duke i thënë se tani i përkiste atij, për të mos harruar kurrë se edhe në errësirën më të thellë, Zoti ishte aty. Vitet që pasuan, historia e tij u përhap në të gjithë vendin. Ai krijoi një fondacion për të ndihmuar të dënuarit padrejtësisht. Me përkushtim, ai luftoi për drejtësi, duke ndihmuar shumë njerëz të pafajshëm të rifitonin lirinë. Jeta e tij mori kuptim të ri. Në fund të jetës së nënës së tij, ai ishte pranë saj. Ajo u largua në paqe, duke mbajtur të njëjtën figurë që kishte qenë dëshmitare e gjithçkaje. Ai e varrosi me dashuri dhe mirënjohje, duke e ditur se besimi i saj kishte lëvizur qiellin. Shumë vite më vonë, ai foli para studentëve dhe njerëzve të drejtësisë.
Ai u tregoi se mrekullia nuk ishte vetëm lirimi I tij, por fakti që e vërteta, sado e varrosur, gjithmonë gjen rrugën për të dalë në dritë. Ai u tha se besimi nuk është të marrësh atë që dëshiron, por të besosh se e drejta do të ndodhë, edhe kur nuk e kupton. Dhe mesazhi I tij ishte I qartë, askush nuk është vetëm. Asnjë errësirë nuk është shumë e thellë. Asnjë gënjeshtër nuk zgjat për gjithmonë. Sepse e vërteta në kohën e saj gjithmonë shkëlqen.